Në një nga kreshtat e thella të Malësisë, aty ku terreni e ruan egërsinë, por dhe fisnikrinë e vet natyrore, ndodhet një fshat që dikur ishte vatra e trimave të përmendur në histori e legjenda. Dikur Selishti, si shumë fshatra të Malësisë, kumzhinte me ritmet e jetës së asaj kohe. Familje shumantarshe, zëra fëmijësh, të qara foshnjësh që përkundeshin në djep e këngë dasmash. Çdo kulm shtëpie kishte historinë e saj, e çdo prag dere mbante kujtime brezash. Për fat të keq, prap si për shumë fshatra të Malësisë, koha dhe rrjedha e jetës nuk u treguan aq bujare sa sofra e malësorit. Skamja e madhe i shtyri banorët të zbresit në zona fushore, e në shumicën e herëve rrugën e mërgimit. Shtëpitë e tyre u boshatisën, e muret e gurit mbartin kujtimet e një kohe kur në fshat heshtja nuk të therte. Mirë se keni ardhë në Selishtin e besës, burnis, trimris, heroizmit, bujaris, atë dhe dashuris dhe mikpritjen bujare malësorve që kanë thënë, buke kryp e zemët bardh, i thonë mikut mirë se ke ardhë. Si këta burra që janë kënë, Margjeka, Lut Gjeloshi, Zef Milici, Marti Preqi, Thura Preli dhe Prek Smajli. Këta burra janë kënë që mu krenua të partë edhe në atë sot. Ata para arsit e tyne kanë banë histori se kanë luftua kundra Mark Milanit në vitin 1776. I ka para pri lidhjes Prizrenit dhe Kongresit Berlinit që ja la jashtë kufive të Shqipërisë trojet shqiptare. Këta janë pra kolosat tanë që i më mburë se ky vend i trullit, i Budit dhe të Bogdanit që shumë jaldidi kreshnik të vatanit qysh në kohën e Mark Milanit. Selishti është në kufi me barakun e Trieshit, në gjithë Malësisë madhe. Poetët kinë me përshkrua pak livade e disa male, nuk i thonë Malësia e madhe, por është besa e burnia ku ka marrë emnin Malësia. Këta janë disa vargje që kite miu për shtat edhe Selishtit legjendar. Një herit mirë se vinin në fshatin Selisht në shtëpinë tonë, falenderit prej jush, jo vetëm tash për këtë vizite, për këtë reportazh, por kini ardhë tash sa vite me radhë në këtë fshat. Po me u tregua fillimisht për shtëpinë teme, pikrisht. Kjo shtëpi është diku rreth sipas gojëllonave, pleqve e këtij fshatit diku tash rreth 300 vjeç e punuame. Këtu, tash një 7-8 breza, kem lind e rrit, diku ka fillimi i shekullit kaluam, gjyshi i gjyshit, ka vdek afer 100 vjeç, këtu ka lind, këtu në rritëlle, këtu ka vdek. Po, kthehna pak, ka viti 1878 që është pushtua ky fshat, edhe është mbrojt nga Selishjanet, është bën luftë 3 ditë net
në këto 3 kulla, edhe kjo shtëpi është djeg në atë kohë. Axha i stërgjyshit ka mbet në lule të rinis 24 vjeçar, Luc Ula i kanë thonë, edhe i kanë thonë lëshoje se është pushtua nga Serbo-Malazezët, në atë kohë, ushtria Mark Milanit e Kralnikos me dekret kralit, ka thonë jo, nuk e lëshoj se nuk u kam gjetë unë këtu ju, po ju më keni gjetë mua. Edhe pa vdek se lëshoj, ashtu që i ka ra heroikisht, është djeg e pjek, është djeg edhe shtëpia, është ban luft, si pas 20 vjetër këtij fshatit që i kam një gjua, po atër një ashtu kohë mas kohet, edhe ndërtua prape, është vazhdua jeta, normal se jeta vazhdon për gjithkan, po diku në vitin 1999 e kem shua krejtësisht, do me thonë, kem braktis këtë shtëpi. E ka njetua këtu me skamje, me vujtje, me mundime, jo vetëm këtu, po në krejt malësi, përgjithësi, se është kënë fukarallak i math, o kënë vujtje male, janë kënë njerëzit në skamjet male. Kam dhe gjua gjyshin e gjyshen e tjertë, gjyshja të mitë prej cemit, e kanë qitë mulinën në krah, vetëm për me mbjetua, e kanë qitë e këtu, në katunin e Selishtit. Atër na mos të flasim për tjera gjana, se është punua në mënyrë primitive. Nuk o kënë kjo teknikë që është sot. Si që i kom në gjua ka flasin, normal se unë kom levone, jam i rije, por si që i kom një gjua, babë në gjyshin e tjerë, burrat këtij fshatit këtu, e nuk është kanë një plan në këtë vend që se kanë punua. Normal se nuk kapacitash zitore këto mjete që janë sot po me qeje, me parmen, e kanë livrua tokën, e kanë punua çdo plan që janë shtë kanë vetëm me mbjetua. E kanë mbjetua njerëzit stoik, me nerë, me njerëzi, me bes, me burni, sepse për njeriun thonë është gjoja me male jeta, e për këtë fshat, e për këta burrat Selishtit, ma e male o kanë besa, e burnia, e njerëzia, e karakterje morali se le jeta. E veta ta e kanë dëshmua, që e dim edhe na pa marë kur kanë me emen, se kanë lënë jetën për mikun, kanë lënë jetën për kumaren, e për shokun, e për njerin që u ka ardhur në shtëpi. Ashtu që unë jam tepër i ri se ato kohna e ato gjana unë nuk i maj men, por i maj men fort mirë fjalët e të parëve, fjalët e njerëzve që u kanë bjetu aty në kohnet, e pleste e këtij fshatit që i maj men unë, i tregoshin këto gjana e këto vepra që jo vetëm malsori, por ambur e krejt Shqipnia e shqiptarizmi me këto vepra, se nuk është kanë letë as atër, as tash, ai që do në me i thonë vetit i mirë, nuk është letë me e majtë besën, me e majtë njerëzin, traditën, kulturën e burnin, që ne kanë lënë të partë tanë, e na sot pasarësit e tyne jem krenar me veprat tyne. Por, dash Zoti, që rinia që janë sot, e peshin një dhe vetë se janë për hapë rinia që është këtuen për botë, e donë Zoti që këtë fshat, e këto shtëpia, e këto vepra mallshtore që i kanë bënë të partë tanë, mos me i harrua. E si mos me i harrua,
me i kujtua, tu mu munua, me i rindërtua këtë fshat, e me i kujtua këtë fshat, se ka siç që kanë emigrua, kanë shkua për te oqeanit, por nuk e harrojnë, por e kujtojnë, e rindërtojnë, e veprojnë, me gjithë se janë me trup në Amerikë apo në Evropë, me mend e me zemër, janë këtë fshat, janë këtë vend, që këtu veprat flasin vetë. Jena në kullën e Zef Milicit, tradit, ata mas parit, ma parë kanë dasht me nëjrua mikun se me nëjrua vitin. Se edhe atëherë në kemë skamjet mlaja, edhe vështirësia në kemë mlaja, veç se dëshira e madhe për me vazhdua shkollimin, jo veç unë, por shumë fshatarët mi, bashkëvendas, sa kanë përri doktora, profesora, inxhiniera, ambasadora, kanë dalë prej ti vendit ku jena sot, prej Selishtit. Sa prej shkollim, na jem shkollua, shkollën fillore këtu, 8 vjeçaren e kemë krye në Triesh. Sa larg është distanca që sot fëmija s'kite me vendos me dalë atje. Shumica e kanë krye edhe në Tus, por kanë banua diku në atje se s'kanë mujë me rrugua. Kurse na kemi rrugua prej këtu ujit e në Triesh dit për dit. Atë llogaritë si një fëmijë në moshës 12-13 vjeçar me dalë këtu në Triesh për dit, me dalë me ul, atë llogaritë sa vështirësi kanë thënë. Me vitin 1979 kom punua këtu 8 vjet, u rritën fëmija me shkojnë shkollë. U dosha fëmijën e vime i mësua une, por u shpengu ula në Tus, atje kanë vazhdua shkollimin e u kam punua në Dinosh. Kënaqësia e madhe është kur i sheh shtëpiat të riparuame të ndërtuame, por zemra me dhënë kur e sheh se në shtëpi nuk ka shkush, janë të boshatisura. Dikush ka shkuar pas punet, janë shpengu për jetë më të mirë në Podgoricë ose në Tus, dhe sa shumica janë shpengull në Shtetet Bashkuara të Amerikës që doshta pikë pyetje madhe a kthehen. Veç se kur mendjen e zemrën i kanë të vendindja, se një vendindje njëri ka, të vendindja e Selishtit. Gjithmonë me garant të tanë ata që janë le rrit e janë burnua këtu, të gjitha andrat i shohin vendindje. Për atë arsye, edhe ndërgjegja aty ne është e pastër se i kanë rindërtua shtëpijat. Dua me të tregua diçka, kështu tash thjesht e shkurt. Dua me të tregua se çdo fshat, e çdo bajrak, e çdo vend i ka ato traditat e veta, i ka doket e zakonet, por ky fshat i ka pas specifik do gjana. E po të tregoj se prapë si e thaç më në fillim, këtu o kënë skambje madhe. Këtu, fshati ynë o kënë fshat i vogël, 17-20 familje janë kënë po thuajs ma shumëtit, por në kjoft që i kanë shkuat e njëni tjetri, si pas fjallë dhe që i kom nije, se prapë po të përsëris, jam i rije, nuk i maj menu ato gjana, por si i kom nije, në kjoft që ke shkua dikun, ose kem shkua të një tjetri këtu, e kanë ruaj njëni tjetrin, sin dazma, sin drek, sin bashkime, sin festa, sin tubime. Në kjof që i ke shkua në shpi, e ke pi got raki, se qërami malsorit o duhani e rakia, po në kjof që i ke pi dytën, o kanë me barre. E në tjera fshata ndoshta i kanë pi edhe ka 3-4 let, po të thombe sot tash ka gjithkush mjaft, e shqyqyr që i ka gjithkush mjaft,
Por, atër, këtu ky fshat është tregua e kom një gotë e ke e pi, edhe o kanë menerim me respekt. Dytën gotën qoftë që e ke e pi, ndoshta e ke pas me barre. Do me thonë që ajo një gjanë specifike ndërmalësi, se tash ndoshta normal se është kanë prej fukarallekut se s'kan pas, por e latër dikush ka pi ma shumë ma pak, por o kanë këtë fjalë që po ta thom unë, është e veçantë në këtë fshat. Këtu, para një 2-13 vjetëve, 15 vjetëve, është punua një shtëpi e re. Këto tjerat gjitha janë rindërtua ose po janë renovua. Janë renovua normal, kuptohna besa shumica menimin e vllaznë e tanë që i kemë në diasporën, në Amerikën, në Evropë, se na këtu besa pak kim punua, pak kim veprua, e ja u rrisnerë në mu personalisht, po dhe të tanë që i kanë hise, i kanë shtëpia këtu që i kanë rindërtua, e i kanë punua, i kanë renovua. Janë një qysh me 2012 të thëmë, janë nisë me u renovua, janë nisë me u punua, e me u godit, prapë po të thëmë një shtëpi është dërtua e re, por tash për momentin e në këtë vjetë jem prapë të lumtun, se jo vetëm këto shtëpia që janë renovua, jo ajo që janë punua, por prapë kem gjasa shumë të mira që do të punohet edhe një shtëpi e re, cilë duhen me punua njerëzit familjarët kushit tanë që jetojnë në Amerikë. E ashtu që vetë puna të tregon se nuk duhen me e braktis, as nuk duhen me e lënë këtë katun me ra poshtë. E si me ra poshtë? Me ra poshtë se një popull, ose një fis, ose njerëzit që nuk e din të kaluamen e vetë, traditën e vetë, veprat njerëzore të parve e vetë, ai popull nuk mund të vazhdoj për paran. Jam mase i lumtun, jam elun një ndërta mundohem me kënë pozitiv që ndërtohet fshati, e të punohet, e të ringjallet, e sidomos kur shese se trijit angazhohen e duen me punua, edhe tjera shtëpia e duen me vazhdua, ata është kënaqësi jo vetëm për fshatin tonë celishtit, po është kënaqësi për krejt grudën, e për krejt malsin, e për krejt komunitetin tonë. Do mu thënë një fjalë, unë kom lind në këtë shtëpi, por jam rrit, jam shkolluar në Tus, kom vazhdua jetën, kom jetua edhe në Shkodër, kom shetit Ballkanin, jam kënë në Evropë, jam kënë edhe në Amerikë, jam kënë, po si këtë fshat e këtë vetlindje kujtoj, gjithë ku me ira abocë, këtu më duket se pushoj mas mirit e mas bukurit. Ashtu menoj unë, nuk e thash unë se menimi em është i vërtet apo është i urt, por ashtu menoj unë. E jam rrit prapë si tash ma parë me njerëzit e vjetër, e në familje jam rrit me gjyshin e me gjyshën që janë kanë të moqëm, e kanë të inigjua të tregua veprat e tyne, e vuajtjet e tyne, që i kanë bënë të anë jetën e tyne këtu në këtë shtëpi, në këtë tokë, në këtë fshat, mua tërsi me të tonë jam edhe frymëzua ma fort. Jam frymëzua ma fort, atër na, dikush ka me menua se na jem gjyqura e na thonë pak edhe si krenar, po ela ata, bela është tek njeriu, mundet me kanë ela ata që të frymëzon, apo të nep kurajo. Ndonë se largë, dashuria dhe nostalgjia ndaj tokës së vetë nuk mungoj kur të selishtianët.
si që thonë dhe ata vetë, me trup në mërgim, por me mendje e zemër mbrapa në vendlindje. Kjo dashuri e nostalgji, ndër vite filloi të marrë një formë konkrete. Me iniciativa të ndryshme, Selishti filloi të marrë prapë ngjyrat e jetës. Edhe pse larg, banorët e dikurshëm filluan të rindërtojnë shtëpitë e të parëve. Edhe pse ndoshta do përdoren vetëm gjatë verës, apo kush e quan veten me fat edhe fundjavave, shtëpitë u rikonstruktuan, jo vetëm si një shenjë dashurie për vendlindjen, por edhe si një shenjë respekti e mirënjohje për mundin, sakrificën, lotët, djersën e gjakun që para arsit e tyre derdhën në këtë tokë. Deri te ideja ke marrë, ne keme lëshua këtë shtëpi familjarisht me të 98-ën. Shtëpia o ken pa e këta këtejna, vetëm i shtëpi, si tona shtëpia të në katun tjetër e thjesht, e blume me do tjerë gulla ventit. Kem shkua, kem lëshua, ka me drym, mrena një vjetet, sa ke ban një vjetëm duke që jem kënë Amerikë, fëmija i kanë fitu e letrat, ka tha djali du me shkua në Vikesh, oke, hajni, s'ka problem. Kur ka ardhe, ka pa shpinë, se ka njës kulmi me ram, ka thirë në telefon e ka tha që shpia do me ra, e do me, e kem lani, thaq, e s'du me i ra mrapa, se e kem lëshua. Jo, tha e to pare që ka marrë për Vikesh, do me i haquen ta. Në pas lesre, ma ka qua sliken, pa tjerë gulla pa, kur që ka fale le, zoti me latë, edhe mo zot ma zi, po kjo as a ka me di me i lamaja, as ka me dit. Me ato të 5.000 që ki marrë për Vikesh, që ka me ban. Thom djalit tjetër, je kështu, jo, thot për zote, du me i qua pare, e dhe te godis, ashtu si t'ja marrë ati menja. Aj djalit tjetër, edhe aj, kanë ban paret, kem qua për njëri që jerdh ka, i kushri yni, ja kem qua pare të ka krehe, ka blua, ashtu si qa ke. Po blua e ka me shingëll, i thonë, me atë gumë si në Amerikë, se ato puni ka bajnë në Amerikë, atër ka shkua disa vjetë, janë shtu ajo shingër hahet, marohet, për 10-12 vjetë ajo digjet. Ka marrë vetë, e kam blua me lastra, si qa janë ajo, e kam blua, ka të e lashtu disa vjetë tjera, më ka tha shpia, duhet me keme tjergulla. Kanë ra vlasnit dakord të dy bashk, janë marrë vesh, me je këtë program, e kanë qëtu, e kanë ban, je kështu, besa, me thëtë vërtetën se kushtua u ka bajagi mirë, se kur nise kap për shpijes vjetër, me që dua shkojnë pare bol, atër ka pa metë si qa kem, muri jonë shtu jashtë, po tash, bona muhabet me do djelmoqa, Ljucaj, ele bëshin hajrë, se i të firme fort, me ma vunë siropollin gjithë ku jashtë, kanë ardhë, ma kanë godit, bava zoti halal gjithë silë cendë, ma kanë godit për qefi tem, e kem vunë atër, i tjetër njeri e kom marë që i banë dyre pigjere me i vunë je kështu, tash i kom pa bile dje ma kanë krye këta djelmoqaj, dushaj, plakat e noda poshte, gjithë ku mi kanë vunë, ploqicat, tash je kështu ka me kënë qefi i tyne, apo qefi i tyne tash kur kanë mundësi me ardhi herë në vjetë, që oke djali vogël vjetë, oke me tonë familje, i notë se ka ban gjetit veç jetu kanë vjetë. Si mjetë prap vinë, ky i malli me gjithë djale, ka djalin 17 vjeç, po do me e prunë pak me njoftua me sisteme me sen, vinë me 7 gusht, edhe lusim festën, bashkohen atonë prap këtu bashke, je kështu, se shpijat tjera jonë ka janë shtu, atër kjo ka fillua se e para shpi që janë krehe blua ri shto këtu, e ka një saj, dytën shpi kam krehe blua vetë janë ta janë ty, mi ka qua paret pe Ameriket njeri, se që ka godit falë, me krehe me blua laj ka investua pare mrenda për zotën bol, por vetë kish me di me tha je këta, të gjithë cilit, se lish janë, që i ka godit shpijat e veta, se të vetat i kanë pagua, i kanë godit, ja u rris në erën, se janë ke shpijat e humuna, ka para bloja mren, por quemi të shpijat e të krehunit, se mren atje se kësyrë kush që ke e ban, e ka zbukurua ventin,
edhe faleminderit sa tërë Zotit se u punua dhe parku, u punuan rrugat, u punuan gjanat, edhe vete shë gjithë kushi se do me tha, me paken e to kushte, menoj që janë sot, je këtu, as gjysa e popullit të lëshua ventin së kite. Por e ka lëshua se s'janë ke kushtet, fëmija me hinë shkollë, ku me i qua, ka me paj, sot a struja, sot a ujt, sot a rruga, je kësaj dalin makinët, kamionat fillë, për maja janë saj koder, fillën triesh, janë tëna kushtet sot këtu. E Inshallah ka mu hinë kryella atyne të bëhësiel ma shumë pe i këti vetit, pak shtirë është se thmija ku lejnë ati e shkollohen, nuk janë si me tha me këtë vend, por dem va ba munimin, me i prunë je kështu. Kem jetua me grua je këtu 10 vjetë. Pas 10 vjetëve që me në ka kalua deportesha, në ka thirë Beogradje, në i ka dha letrat. Por për 10 vjetë, kom punuan për shpia në Katun, jam munua sa kom ujtë, jo me ba pare me fitua, janë që sa që më ka tha njerë, ja mush me ma godit për je kaq, për janë që ja ko godit. Për zote ka njerë që i kon tha bleje materialin sa duaj peni për punë, se tonë këta e din, jo se po foli vetë, por bashkë me je këtë që je ky zeka që ke me mua, ky ka punua tonë kohën me mua, më ka tha, kush mos tjetë në gjenje, me godit du m'ja punua punë në dorë së falë. Gjise cila shpi, përveç që kjo pine je këtu, ashtë nuk shijet bejlantet, janë 2 vllazdet, nuk janë si me tha bela marrë vesh me renovua hala, me krehe me blua gati ka ra, nuk ka shpi që se ka blojnë e re këtu, për ato 10 vjetë që ka të enjo këtu. Kanë qua paret, i kem renovua, ka shpia shumë që i kem renovua mren, me kushte që, për shemull ajo shpia ty, i ka haxhua $65,000, i ka avu matë mirat loqica, në mjeshtaje gjanat, do me tha ka njështë që gjithë një janë të interesua me fillua dhe rishto. Që tash janë djelmoqat këtu ata të bite prek që dokës, a mu që me ne qo rrugën, ja u kem qo rrugën livat, duen me godit shpijin e vetë, ajo kjo në shpija një ishit kanalt, por duen me vlaustynet, por duen me godit vetën. Edhe faleminderit Zotit tash u ka hinë krye, edhe këtyne që i kanë vorret poshtë, si në tus, si të kisha e Shemhillit, po i godisin vorret këtu me ardhe, bela i shala, gjallohet veti. Përshëndetje për ju edhe për ata që kanë me në ndëgjua për mes televizionis juvit. Me kuvet për këtë katut e këtë vlazni, ki me vjej me kem pak maj shkolluam e maj dishim, por unë me të kuvet vërtetën, unë nuk jam rrit këtu, por për pas njerëzve moqim që kanë tije, ky katut si tona katut dhe tjera në malësi ka met i lëshuam e i braktisun për pos veç një shpi, por me zemre, me shpirt nuk e kanë braktisas, nuk e kanë lëshua e me menimet e njerëzve se kalzon edhe pashqyre e soshme. Se ka njerëz je këtu s'du me marë kur kanin me emen që i kanë la edhe për krye $200,000 me godit je këtë park e je këtë vend që peshin i ju, por e ka godit edhe me marveshin, me ndihmen e vlaznis, edhe muni me thënë, edhe i njanit që a i këthyem, që a ka i këthyem prej Ameriket, që ka punua i e këtu, që mos ti të këthyë aj, me prit letrat e Amerikës që e kanë këthyë, besoj nuk i të kaq i renovuam e goditun kyselisht se ka punua. Me fol për jeket katunt, e për jeket selisht, thash vete për jeket vlazni duhet me di, por di diçka me kuvent je këta që je kom përjetua vetë. Nuk ka ashtë mirë, bela lavdat vjen pak, je ky katut e je kjo vlazni ka pas ner, burni, ka pas besnikri, fisnikri, ka pa njerës të pashim, të pashime, a ken
njerëz të shkolluam e në atë kohë edhe sot që janë shkolluam doktora, profesora, njerëz me shkolla të larta, njerëz që ambasadora, do me thonë njerëz që i ka njoft edhe malësia e matej, janë zhvilluam e janë, por tash nuk po flas vetëm bela për jekt katut, por vllaznia Lulgjuraj është edhe në lofk, në cemt lofës, në cemt Selishtit, që kanë jetua e jetojnë edhe sot. Me ku vetë tash për se kallëzo slika për pamjen e këtij Selishtit, e dim tanë se kanë jetua shtirë një kohë, si kohnat që janë në atë kohë të malësisë, je ky vetë amprua si me thonë, me gjukth për me i ruaj këto troje e këto vense. Po tash me hi në histori, unë të thash nuk kish me pa qef bela me hi, por këtu e kem me borç na, je këta di me të thonë, e kem me borç na, si njerëz që jem tash, për hirë të tyne, të prindve, e gjyshe, të katragjyshve, të parve, synë, me ruaj, me pa kujdes, edhe për pasasit tanë që të shohin se për t'i men dikush kujdesohet për këtë vend, edhe për këtë katut. Kjo vllazni Lulgjuraj a shpërda në shumë vense në për Tus, Podgoric dhe shumica i kem në diasporë. Dua me kuvend jekta e thom se pa diasporë nuk i në shumë gjana jektu që i në godit. Por me marrveshjen këtyne që janë këtu, edhe diasporës anë godit e renovua je ky, katut je kështu, edhe besoj edhe tjetër ka mu godit e ka mu renovua, që i bol me në dikush sa godit, po prap kanë me vazhdua edhe s'kanë me nalua me kaqë. Si përfundim duo me thane edhe jekta, s'duo me gjatës, veç thom jekta, pa diasporën tanë, edhe pa TV bojinin e juve tash sa vjetë, edhe me fitimin e komunës, besoj se malësia i të kanë lollun, gati mune me thanë i të kanë edhe e vdekun, pa je këto 3 qiku venta se është dasht, anë kanë nevoja, e janë tona kanë një mua mu që anë kome me ecë për para. Falënderës në vizitën, ishala prap të kohna në raste zhvillimit e përparimit të malësisë. Unë thaq tash s'du me marrë ka me emen një vlla yni që janë kënë i këthujem tash me prit letrat e Amerikës tash disa vjetë të Amerikës, unë thash s'du me marrë ka për emen, por besoj këto shpia ky ndërtim nuk i të kënë, mos ti të kënë aj, se aj edhe në kohë për para kur sa kënë rruga e struja, e qysh se janë fillua rruga, struja, asfalte, a janë angazhuam, edhe kallëzohen e janë incizimet e ti, mirë se ka punua, por janë edhe një ndër organizator të kryesor të këti ventit e këti katundit, edhe e ka pa risk, tash sa e ka pa aj risk nuk di, por e ka pa risk katundit që e kanë këthue për të mrapa për letra, edhe i ka renovua e godit je këto shpia, me ndihmen e disa njerëzve që e kanë për krahe i kanë një mua. Shpijat janë kënë të gati, po thom, ka shpija që janë kënë të rëdzua me krejt, edhe janë veç temeljet, e prej temelje anë godi shpija, e vun blojat, e vun gjanat, e dyrt, e pigjeret, e anë këthuen gjenje që ti kinë pa të partë, e ti kinë pa gjyshat e gjyshet tana, i të kënë jetë shumë e bukur për ta. E sot anë mjerim që sa dikush, por me dim të zotit bela e munimit, e nera e burnia që janë kënë për para e këti katundit e kësaj vllazni, s'kan me met të lëshume, e s'kan me met vetëm, po ka me kënë dikush e kanë me i kujdesua. Dikun ka viti 2013, isham shumë i ri, edhe më lindi ideja që këtë shtëpi që ishte rëzua, faktikisht prind tanë janë munua me punua tje poshte, me punua në Tuzë, në qytetë, se anë kënë kënua da me elshua, anë da me ikë prej këti eventit, se pa kushte vuajtje munime, kushte s'ka pa, edhe anë da me ikë, ata me gjithë se kanë punua
atje poshte, prap po të thëmë, na pa agje, pa hale, pa kushnije, pa vlazën që i kemë në diasporën për Evropën, për Amerikë, nuk kim mu i gjamë me punu, ose na gjithë kush ne ka di ekonominë tonë, gjithë kush ne di në lësot, por më lindi ideja që mos të braktisi shpinë e të parvet, aty ku më kanë lind babe, gjyshe, stërgjyshe me rallë, por të renovoj sa do pak, jo tash mënyrë luksoze të them, apo mënyrë që me kanë me gjitha kushte, por së pakut ta rindërtojmë, ta punojmë me një qati, edhe kështu qysh në vitin 2013 na vazhdimisht dalim, e sidomos verës dalim edhe ma shpesh, por vazhdimisht dalim edhe bashkohna si për kështu pri bashkim, pri gëzim familjar, apo diçka, bashkohna dhe nuk e harrojmë këtë vend, por dita ditës jetoj, e mendoj, unë me zisë se jam fizikisht në Tuzë, e jetoj, e punoj, e veproj, e kom shpinë, e kom familjen atje, unë dita ditës mendoj që një ditë do të kthehem në shpinë ku kom lind, ose në shpinë e të parve që janë lind e rrit, e kanë vuajt, sepse me djes, e me zjak, e me vuajtje, e kanë ruaj, e kanë mbaj, ne kanë lënë ne traditën, ne kanë mbrojt gjuhën, shqipet bukur, ma të bukur në botë, që edhe sot e kësaj ditet, na e kultivojmë, e jetojmë me tradita ma të bukura që mund t'i ketë një popullin. Zhvillimi i Selishtit, qysh në atëherë e deri ditë sodit, ka periudha të mira e vështira, por zhvillimi më i mirë edhe më i bukur ka prosperua në këtë fshat tash e dyti mandat, kur qysh se është komune e Tuzit, komune e pavarur. Ma shumë është punua tash sa vjetë që është komuna e pavarur, se qysh me 1945 që jem shlirua e deri sot përthuaj se afer 80 vjetë. Tu falenderua diasporës e tu falenderua edhe vendasve. Diasporët mos parit po i përmesin që janë kënd për mu godit rruga e mu asfaltua në atë kohë para 35 vjetëve, thuaj gati 40 vjetë, jeta fshatare si atër, si edhe sot është e vështirë. Por si do kudo, sot është përmirësua shumë jeta, se është rryma, është asfalti, janë ndërtua, ose rinë ndërtua edhe shtëpijat, po thuaj se gati të gjithë shtëpijat e Selishtit, me gjithë se janë boshe, janë ndërtua, kanë financua ata familjarët, shpjakët e tyne, paqin faqin e bardhë, vakthev Zoti si di taj me mirat veta, se kjo janë kënaqësi me dalë në Selisht e me pa këtë bukuri që kanë ndërtua. Në atë kohë, s'mundet mu krahazu me tash se as telefonën s'kan pas, as rrymën s'kan pas, por janë shtu, kanë punua, kanë jetua edhe kanë përparua si mas kushteve. Sot janë kushtet jashtëzakonisht mira, njerëzit punojnë, jetojnë pazar, e mujnë me dalë këtu në makinë, ka 6 metra asfalti, kënaqësi e madhe. Në zemër të çdo komuniteti që ëndërron për një të ardhme më të ndritur, nuk mungojnë institucionet arsimore. Selishti dikur kishte shkollën e vet, me mësues e nxënës. E me kalimin e kohës, siç tregon dhe fati i shkollave të tjera në përfshatra e male të Malësisë, edhe kjo vatër djeje u shua. E ndonë se mbyllur për vite, edhe kjo shkollë me iniciativën e vendasve u renovua, e sot shërben për raste dhe bashkime. Për sa i takon historikut të
shkollës dhe ndërtimtarisë e veprimtarisë në këtë shkollë, shkolla Qil me 1946. Kurse kjo shkolla vendosën për shtëpi, në shtëpia të katonit, se s'ka pa shkollë adekuate. Po në vitin 1954-55 është ndërtua shkolla atje, që është riparua tash vonë. Mësuesit e parë janë kënë në shkolla këtu private, në për shtëpia që i kanë organizuar mësimin, disa janë të ndirë e disa janë gjallë. Por ata që janë gjallë, Zoti i pajtë me shtet, kurse ata që janë dekun, paqin shpirt. Gjes Stani, Pjetër Gjeka, Dod Margilaj, Nikol Doda, ma vonë, një pjesë të kosh, jam kënë edhe unë vitin 1971 dhe në 79, mas me atër kanë ardhë Lula Lulgjuraj, Marash Lulgjuraj, Shacja, e disa të tjerë, derisa para 10 vjeç është përfundua edhe shkolla. Në atë kohë ka pa shumë nxënës, 4 klasë që i kanë gravitua këtë shkollë, semi se lishti edhe suka. Ka pa rreth 30 nxënës. Tu me kënë 4 klasë, është zhvillua mësimi para ditet dhe mas ditet se s'kanë mund tonë me mësua një paralele. Deri që është paksua numrin nxënësve, kur kam barnu në 71-shin, kanë qenë 16 nxënës. Tysh klasë parë e deri klasë 4. E ka zhvillua mësimin prej klasës parë 4, do më thënë klasë të kombinume. Vështirësi e madhe, por duhet mu adaptua dhe adaptimin e kushteve që i kem pas. Me gjithë që o ke vend zonë malore e pa zhvilluame që as uj me pi s'kem pas, por shërptori i shkollës prej kroni skuq e ka baj në shpinë dhe e ka prunë për nxënës edhe për mësues ujt me pi. Në lidhe me këtë shkollë, kjo punua është para 55-60 vjeç. E ka pa godi shteti, si shtet, kur s'ka pa rrugë makinet, si fëmija, kënë do me thaj fëmija, jo po puni 7-18 vjeç, kom baj lantën krah pej prifnit me qitë për shkollë, mu ndërtua. Ka punua sa vjetë si shkollë, tu marua në gjanësat, tu e sen kamet, kur ka marrë për Ameriket që jam këthyë për punë të letrave, para 14 vjeç, këtu a kem e drasët tavani. Tavani a kem humun, a 18 cent i quëm pe i toket, janë këtë ratë, a ke kalp krejt, kom bashkua këta shoqni, nuk a tha, a mujmë me punua, në të diçka më kanë, tha, besa shteti se bëgjan, e pare s'kem, e sen, a u baj faj, të punoj, pa qa mundësi i gjan. Jo, për zotën, kom hjek drasat, kom pa dhe gruën teme këtu, kom hjek drasat, kem hjek, kem pastrua, kom marrë do punëtor me bush. E kom bush me punëtor, kom thirë një kompani me ma vunë ploqen, e kanë vunë ploqen këtu mrene jashtë, atër janë bashkua pe tona fiset, ka i njeri 6 vetë jem ban, kem formua otë borin, kem dasht me vazhdua me punë, me godit ma të ena. A kem bloja me tjergullat vjetra, i ka 3 tera, natën sa her jem qua pe i shpijash, jo veç vetë, po dhe shok të e mi këtu në katun, me shkua natën, kam ne qartë plafonin e gjanat, me i vunë tjergullat natën. Kem godit, e kem blua me lim, tonë zbashku, t'jem marrëvesh, po besa, kur mas që i kem ardhë, do me tha që i kem thyë këto mure, godi ku hinen, edhe atje ku është nevojtoria, do me tha mrapan me uje, me gjana mrend të tona, kem thirë disa vetë pe i shtetit, edhe aty ne duhet me vu falenderua, se në kanë dimua me pare, e kem regullua, por një pjesë paresh, si me tha e kem lana shumicën, se këtu a kem vetëm shkallë, pa bloj. Po i kushri yni që ka investua këtu shumë pare, se në ta shë ba me zbashkut këtë muhabet që s'duhem ku i me i lahemen, se ka shumë njështë që i kanë marë pjesë, për shemë la personi që tona jeto i qinë karrike e tavlina,
i ka bleme për e vete e prunë këtu që ti kem për nevoje, për raste, gëzimit e për gjona tjere, ka paguat verand, kem gjithë tjerë njerëz, do me tha, sa tas du me i përmet, kem vunë 2 repigjere e gjanat, e kem banë funksion, tash e përdorim për bashkime, për raste kur des dikush, në vend që me shkua tash, shpijat janë të vogla, nuk shkojmë atje, qesim jetu kaj pije, kaj meze, qka të kemë mundësi, do me tha gjithë kushi. Ky objekt na vije boll, a fort i mirë, por i mungon se ki munda punëtori me ke këtu, me paj, me pastrua, me sen, se kur rinë mëllun, e nuk ka kush me e qilë, as me pastrua gjanë ta, a i shkën tu me ra. Baja ginë gjenjet mirë, tash për tash e kem, por nuk e di tash, se si kem me vazhdua ma teje, sa vime, sa shkojme. Për vite me radhë, katuni i Stelishtit filloi të kthehet në një shembull, se si dashuria për vendlindjen, e respekti për të parët, mund të kthej dritë në odat e shtëpive të braktisura me vite. E duket sikur dëshira më e madhe e vendasve do ishte që të kthej jeta në katun si dikur motit. Tash ti, me të thënë drejtën, unë vetë për veti kisha me dasht me pas shok ma shumë se qëkom. Se unë jam një gjenerat e re, thëm, por dash zoti që edhe këto gjeneratat mas me jetë kanë me lind që mos me e lën fshatin mas doret, por me kujdesua dhe me vazhdua në gjurmën e të parvet. Tash ti, kjo është një, si me të thënë, në barë globin, kjo lloj smunjet që është për rinin, që nuk po duen me u martua, nuk po duen me kryo familje, e ata shumë gjynaf është në katë, se në atë mënyrë nuk na duhet as fshati as qyteti. Por shpresoj, edhe besoj, që këto fshatna nuk kena me i lënë mazdoret. Si s'kena me lënë mazdoret se tu i kujtua vujtjet apo sakrificat e mundimet e të parve e tanë, na kem me kena ta që kem me kujdesua edhe kem me i rinjallë. Një djalosh apo një vajzë e re këtu të nën malsi, tash me thonë se s'ka kushte në përfshatna për në male, aj është shumë gabim. Se sot, si në Selisht, si në Trabojin, si në Majet Beket, si në Korit, si në Pazarën Tus apo në Podgoric, apo në Shkodër, na mujmë me i pas gjitha kushtet, se ka arë kjo kohë moderne, edhe shqyr, i kem rrugat, i kem kushtet, e besa edhe në për tanë botë, duhet me punua e me leviz, e me fitua, e jo vetëm këtu ku jem na. Po tash ndoshta, njerëzit janë pëso dhe pak dembela, e nuk duen me leviz dhe nuk duen me punua, po unë mendoj që është me gjynaf, edhe është me mkat, me i harrua, apo me janë ashkalua, apo me i fajis, këto male e këto kreshta që të partë tanë i kanë ruaj me mund mall e me luftna, me shekuj, e me dekada, e me cina vjeç, vetëm me pas këtë liri që e kem sot na. E tash ka njerëz që mendojnë se po na kundërshtojnë, apo kem armiq, po na duhet mos t'jem armik të e vetvetit, por t'jem gjithmonë t'jem ata që të punojmë e të veprojmë, e të vazhdoj
përpara me hapa populli ynë shqiptar. Pa i kisha me datite ata, se unë për Zotin mos me i pa familjen atje, sa për Amerikë i ditë shkoj me e ban atje. Se e pra tona kushtet i kanë Amerikë, por kur janë familja atje, lypet me kemë busish. Kryesisht kjo mosh që i kam, unë 73 vjetë tash kam. Pasha Zotin me kënë 73 vjetë larg familjes, nuk kanë të për mirë. Por nuk e di, pak shtira mu këthe pe Ameriket e me kre djelboqat 20 vjeqe, 25 vjeqe me ufe ju e mu martua këtu e me i bando punë këtu, se janë pësua një sistem tjetër. E unë doja për Zotin, me zemër të plot kish me dek t'i shisha ato në këto shpijat bushun me njerës prapë, si që janë kënë.